Loja e ndjenjave mes krenarisë, xhelozisë dhe nevojës për të dukur. Marrëdhëniet njerëzore janë një labirint i ndërlikuar emocionesh, ku shpesh njeriu humbet rrugën mes asaj që ndjen vërtet dhe asaj që dëshiron të duket para të tjerëve. Historia mes Claudit, Benitës dhe Elionës është shembull tipik i kohës sonë, ku ndjenjat përzihen me egon, ku dashuria kthehet në skenë dhe ku veprimet bëhen më shumë për reagimin e publikut sesa për zërin e zemrës. Ajo që në fillim duket si një marrëdhënie e thjeshtë mes dy njerëzve, shndërrohet gradualisht në një trekëndësh emocionesh të papërmbajtura. Claudi dhe Benita nuk u përplasën brenda një dite. Mes tyre ishte krijuar prej kohësh një tension i heshtur. Në pamje të parë ata dukeshin të afërt, por poshtë asaj afërsie fshieshin dyshime të mëdha. Claudi e shite Benitën si një vajzë që luante me të, që herë afrohej e herë largohej, sikur donte ta mbante gjithmonë në pasiguri. Benita, nga ana tjetër, e shite Claudin si njëri që ndërtonte një figurë për kamerat, që dinte të fliste bukur, por jo të ndjente thellë. Këto perceptime, të drejta apo jo, u bën muret që i ndan. Debati i madh mes tyre ishte vetëm shpërthimi i asaj që ishte grumbulluar. Fjalët dolën të ashpra, pa filtra. Claudi i tha se ajo nuk di të jetë e vërtetë, Benita i u përgjigj se ai është fallto dhe se di vetëm të bëjë lojën e çifteve. Në atë moment nuk fliste më arsyeja, por krenaria e lënduar. Secili kërkonte ta fitonte betejën me fjalë, pa kuptuar se po humbnin diçka më të rëndësishme, mundësinë për t'u kuptuar. Njeriu kur ndihet i sulmuar, instinktivisht kërkon të mbrohet. Por mënyra si mbrohemi tregon kush jemi. Benita zgjodhi provokimin. Ajo e dinte dobësinë e Claudit dhe vendosi ta prek pikërisht aty. Puthja ndaj Elionës nuk ishte thjesht një gjest, ishte deklaratë lufte. Në atë veprim ajo kërkoi t'i tregonte Claudit se nuk e kishte nën kontroll, se mund ta lëndonte po aq sa ai e kishte lënduar me fjalë. Por ajo nuk e mendoi pasojën. Nuk mendoi se duke përdorur një njeri tjetër si mjet hakmarrjeje, po e kthente dashurinë në lojë të rrezikshme. Eliona u bë papritur personazh kryesor në një histori që nuk e kishte zgjedhur vetë. Heshtja e saj, hutimi i saj, tregonte se po përdorej si pasqyrë e inateve të tjerëve. Reagimi i Claudit ishte po aq emocional. Nga inati ndaj Benitës, ai shkoi dhe puthi po Elionën. Në atë sekond u thye çdo kuptim i pastër i puthjes. Ajo nuk ishte më shprehje ndjenje, por mjet për të kthyer goditjen. Claudi deshi t'i tregonte Benitës se edhe ai mund të luante të njëjtën lojë, se nuk ishte i dobët, se nuk do të dilte i humbur. Por ai ishte vërtet fitore? Në thelb, të dy u bën skllëvër të egos së tyre. Veprimet e tyre nuk udhëhiqeshin më nga ajo që ndjenin, por nga ajo që donin t'i provonin njëri tjetrit. Dashuria, nëse kishte ekzistuar ndonjëherë, u mbulua nga tymi i xhelozisë. Kjo histori tregon një të vërtetë të madhe për shoqërinë tonë. Shpesh njerëzit nuk dashurojnë për të ndërtuar, por për të fituar. Ajo që nuk pritej. Shtëpia e Big Brotherit ka një rregull të pashkruar, asgjë nuk mbyllet kurrë përfundimisht. Çdo debat, çdo fjalë e lënë për gjysmë, çdo shikim i shmangur, të gjitha kthehen një ditë, si dallg që godasin sërish bregun. Mes Claudit dhe Elionës kishte mbetur pikërisht një dallg e tillë. Ata kishin kaluar javë të tëra larg njëri tjetrit, pas atij sherri të madh kur fjalët i kishin plagosur më shumë se sa donin ta pranonin. Të dy krenar, të dy të lënduar, të dy duke u shtirur sikur nuk u interesonte. Por interesimi nuk vdes kaq lehtë. Heshtja që fliste. Ditët e fundit diçka kishte ndryshuar. Ata nisën të uleshin sërish pranë në tryez, të shkëmbenin fjali të shkurtra, fillimisht formale, pastaj më të buta. Një mëngjes, Claudi i la Elionës filxhanin e kafes gati. Se dia si e do, i tha. E bëra mesatare. Ajo buzëqeshi lehtë. E di që e pi pa sheqer. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që qeshëm pa ironi. Banorët e tjerë e vunë re. Mira i përshpëriti Suanitës. Këta po afrohen prapë. Do ndodh diçka. Kujtimet e përbashkëta. Një pasdite, produksioni u dha sfidë të rregullonin albumin e kujtimeve të shtëpisë. Claudi dhe Eliona u gjendën përballë fotografive të ditëve të para, kur qeshnin bashkë, kur vallëzonin, kur bënin shaka që vetëm ata i kuptonin. Sa budallënj kemi qenë, tha Claudi. Jo budallënj, ja ktheu ajo, thjesht të vërtetë. Në sytë e tyre u duk një mall i fshehur. Biseda e natës.
Mbrëmjen tjetër, teksa të tjerët po përgatiteshin për gjumë, ata mbetën në obor. Dritat e buta, cigaret që digjeshin ngadalë, zhurma e largët e qytetit jashtë mureve. Klodi theu heshtjen. E di që të kam lënduar. Eliona nuk e pa drejt. Edhe unë ty. Po më mungon mënyra si flisnim dikur, vazhdoi ai. Ajo buzëqeshi me trishtim. Më mungon edhe mua. Fjalit ishin të thjeshta, por mes tyre kishte një det emocionesh. Xhelozit e padukshme. Në ditët që pasuan, afrimi i tyre u bë më i dukshëm. Kur Klodi fliste me vajzat të tjera, Eliona bëhej e heshtur. Kur asaj i afrohej dikush, ai ndryshonte humor. Toni e ngacmoi Klodin. Mos je prap në telashe me zemrën? Ai nuk u përgjigj. Momenti para stuhis. Ishte mbrëmje me muzikë. Banorët po kërcenin në sallon. Klodi e ftoi Elionën në një vallëzim të ngadalë. Ajo hezitoi një sekond, pastaj pranoi. Duart e tyre u vendosën si dikur, trupat u afruan pas forcim. Përreth kishte zhurmë, por ata dëgjonin vetëm frymëmarrjen e njëri tjetrit. Ke ndryshuar, i tha ai. Edhe ti, u përgjigj ajo. Ajo që nuk pritej. Kur muzika mbaroi, nuk u larguan. Qëndruan ballë për ballë, shumë afër. Klodi i preku lehtë dorën. Kam frikë me ta thënë çfarë po mendoj. Mos e thuaj, përshpëriti Eliona. Bëje. Dhe atëherë ndodhi, puthja erdhi ngadalë si diçka e pritur prej kohësh. Jo për kamera, jo për lojë, por për dy njerëz që nuk i iknin dot asaj që ndjenin. Shtëpia shpërtheu në britma habie. Disa duar trokitën, disa mbetën pa fjalë. Pas puthjes, Eliona u tërhoq e të. Plani që u duk si lojë. Kur dera e madhe e shtëpisë u mbyll pas limit, askush nuk e dinte se sa gjëra ishin lëvizur në prapaskenë. Publiku pa vetëm një eliminim, një përqafim lamtumire dhe lotët e dolces. Por pas atyre pamjeve fshihej një histori tjetër, më e ndërlikuar. Produksioni ishte i kënaqur. Shikueshmëria kishte shpërthyer. Titujt e portaleve vlonin. Limi jashtë buzëqeshte me një qetësi të çuditshme. Ai e dinte se roli i tij nuk kishte mbaruar, përkundrazi, sapo kishte filluar faza e dytë e lojës. Gjithçka shkoi sipas planit, i tha menaxherit sapo doli nga studio. Historia duhet të vazhdoj pa mua brenda. Dolce pas derës së mbyllur. Brenda shtëpisë, Dolce u duk sikur u rrëzua për disa orë. U shtri në krevatin e tij bosh, preku jashtëkun dhe qau sa për sy të kamerave, por edhe pak për vete. Askush nuk e dinte sakt ku mbaronte aktrimi dhe ku fillonte ndjenja. Alba e vështronte nga larg. Mes tyre kishte pasur gjithmonë një tension të heshtur, xhelozi, kurreshtje, një lloj magneti që nuk e pranonin. Atë mbrëmje, kur dritat u zbehen, Alba ju afrua. Je mirë, e pyeti me zë të ulët. Dolce ngriti sytë dhe skuqur. Nuk e di as vetë. Aty nisi gjithçka. Aleanca e padukshme. Pas daljes së limit, dinamika e shtëpisë ndryshoi. Banorët prisnin që Dolce të shuaj, ndërsa Alba të merrte rolin e protagonistës së vetmuar. Por ndodhi e kundërta, ato dyja u afruan. Filloi me gjëra të vogla, një kafe e ndarë në mëngjes, një bisedë në obor, një mbështetje gjatë debateve. Kamera i ndiqte me etje. Çudi si na bashkoi ikja e tij, tha Dolce një ditë. Ndoshta duhet të ikte dikush që të shinim njëra tjetrën, i u përgjigj Alba. Puthja e parë pas stuhis. Ishte mbrëmje e qetë. Banorët po shihnin film, dritat ishin fikur pothuajse plotësisht. Alba dhe Dolce rinin pranë njëra tjetrës në divan, me batanie mbi supe. Askush nuk e di kush u afrua e para. Ndoshta të dyja njëkohësisht. Puthja ishte e butë, e ndrojtur, si pyetje pa fjalë. Pastaj një përqafim i gjejë. Atë duar që shtrëngoheshin, ballë që prekeshin. Mos mendo për kamerat, përshpëriti Dolce. Nuk po mendoj për asgjë, tha Alba. Produksioni festonte në heshtje, historia kishte marrë kthesën e ardhë. Marrëveshja e heshtur. Jashtë, Limi e pas skenën me një buzëqeshje të matur. Ai e njihte planin, trekëndëshi emocional duhet të vazhdonte të jetonte edhe pa të. Lëri të rrjedhin gjërat, i kishte thënë produksioni. Publiku do dramë, por edhe ndjeshmëri.
Dhe pikërisht këtë po jepnin Alba e Dolce, diçka mes ngushëllimit dhe zbulimin. Afërsia që rritej. Ditët në vijim ato u bën të pandashme. Flinin në të njëjtin krevat, ledhatoheshin si dy shoqe që kërkojnë streh, por edhe si dy gra që po testonin kufijtë e vetes. Ti më qetëson, i tha Alba një natë. Edhe ti mua. Këtu brenda çdo gjë të çmend, iu përgjigj Dolce. Publiku u nda në kampe, disa i quanin qift të guximshëm, disa lojë të kalkuluar. E vërteta rrinte diku në mes. Xhelozit e shtëpisë. Arbeni nuk e duroi gjë. Moment dobësie. Megjithatë, kishte net kur ajo shembej. Shkonte në tualet, fshite mikrofonin me dorë dhe qante pa zë. Limi, nuk po mundem, pëshpëriste. Jam lodhur duke qenë gladiatore. Por pastaj i kujtoi fjalia e tij. Unë të njoh mirë ty dhe forcën tënde. Dhe ngrihej prapë. Përballja me tundimin për t'u larguar. Produksioni e thirri sërish në dhomën e rrëfimin. Apo mendon ende të dalësh? Ajo heshti gjallë. Po. Çdo ditë. Por po mësoj se ikja është zgjidhja më e lehtë. Ai më kërkoi të luftoj. Dhe unë dua të jem gruaja që ai beson se jam. Letra imagjinare për Limin. Ajo shkroi në bllokun e saj. Nëse nuk fitoj këtë lojë, dua të fitoj veten. Nëse bie, dua të bie me fytyrë nga e vërteta. Ti më dhe forcë kur unë s'kisha asgjë. Faleminderit që më sheh edhe kur unë nuk e shoh veten. Shpërthimi final. Në javët e fundit loja u ashpërsua. Aleancat ran, maskat u çan. Alba u bë pasqyrë e gabimeve të tjerëve, pikërisht siç i kishte thënë Limi. Vëru në dukje gabimet, i kumbonte në kohë. Ajo e bëri, jo me urrëtie, por me qartësi. Publiku filloi ta quante zëri i shtëpisë. Dita e madhe. Në finale, kur emri i saj u përmend mes më të votuarve, Alba nuk mendoi për çmimin. Mendoi për rrugën deri aty. Për netët pa gjumë. Për lotët e fshehur. Për mesazhin e Limit. Kur u hap dera dhe ajo doli jashtë, turma bërtiti. Por sytë e saj kërkuan vetëm një njeri. Limi ishte aty. Ai e përqafoi fort dhe i pëshpëriti. E bëre kilometrin e fundit. Alba qau, por këtë herë nga lehtësimi. Pas kamerave. Më vonë, larg zhurmës, ajo i tha. Desha të dorëzohesha për ty. Unë s'të desha jashtë, iu përgjigj ai. Të desha të vërtetë. Ajo e kuptoi se dashuria nuk është të ikësh nga betejë, por të kesh ku të kthehesh pas saj. Fjala e Albës për veten. Sot, kur e pyesin për Big Brotherin, ajo thot. Nuk më ndryshoi loja. Më zhveshi. Dhe poshtë frikës gjeta një grua që di të qëndroj në këmbë. Mesazhi i Limit mbeti si betim mes tyre, dëshmi. Se ndonjëherë mjafton një njeri që të kujtoj kush je. Dhe Alba eci përtej kamerave, jo si fituese e një spektakli, por si fituese e vetes.